ka dhe shumë zëra, madje nga vetë kryeministri që thonë që ka agent huaj. Jo po është nga Irani, jo po është nga sidomos ditët e para një herë ishte një lëmsh, ja hidhnin fajin çdo kujt tjetër përveç faktit që këtu nuk funksionojnë gjërat ose shteti nuk funksionon. Po e vë në vija të përgjithshme. Dhe këtu na lind neve një pyetje. Kjo çështja e agjentëve jo nga Irani, jo nga janë përmendur madje edhe xhamiat. Kjo çështja e xhamiave si mund të jetë xhamia organizatore e një proteste? Protestës nuk i gjet një organizim i mirëfillt. Kjo është e vërtet. Nuk i askush nuk thotë dot që ky e ka organizuar. Përderisa nuk i gjet një organizim i mirëfillt si orienton, si organizon kështu më radh, secili ka të drejtë të jap përshtypjet e veta, por jo çdo përshtypje është e drejtë. Pikërisht. Për shembull, për sa i përket Tiranit, unë nuk besoj që Irani ka dorë në protesta për shumë arsye. Arsyeja kryesore se ka aq shumë hallë Irani atje, sa po merret me hallet e veta me problemet që ka, nuk besoj të gjej fuqi Irani që të ndikojë tek populli shqiptar, tek protesta, domethënë masive qytetare paqësore në Shqipëri. Për sa i përket xhamive, që ju thatë, gjithashtu nuk besoj që Irani, unë nuk njoh një xhami të vetme, një xhami të vetme në gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë, ku Irani të ketë ndikim ideologjik fillimisht, pastaj të ketë dorë për t'i organizuar ata për me dalë domethënë në protesta. Por nëse shikon që shumë prej hoxhallarëve, imamëve të xhamive dalin në protestë, secili prej tyre ka të drejtën e tij ligjore, morale, të dalë si një qytetar i thjesht, si gjithë të tjerët, dhe të kenë kërkesat e tyre. Kjo nuk do të thotë që xhamit po përdoren pikërisht për të organizuar njerëzit për të dalë në protesta. Nuk e besoj këtë, nuk ka. Se po të ketë, domethënë, ku janë, por nuk besoj që të ketë dhe protestat janë deri tani domethënë vërtet, aq sa shikohet organike, janë të pastra, janë dhe paqësore, dhe ajo që ngjall shpresën tek njerëzit është se po shikon të gjithë grup moshat, po shikon dhe fëmijë të vegjël, po shikon 14 vjeç, 15 vjeç, 16 vjeç, 18 vjeç, 20 e kështu me radhë. Pra këta njerëz është e pamundur të dalin të organizuar nga një organizat apo nga agjenda të huaja, por them edhe këtë tjetrën. Nëse ka vërtet ose faktohet që ka agjenda të huaja, të cilat ndikojnë, kanë dorën e tyre, patjetër që duhet të largoheni nga këto agjenda, sepse jo vetëm që nuk është, domethënë, e mirë, nuk është e shëndetshme për të ardhmen tonë, por besoj që shqiptarët janë aq të zgjuar, ne deri tani nuk kemi pa ne herë. Janë aq të qartë sa të dalin vetë zot vetvetes së tyre dhe s'ka nevojë domethënë për të tjerë.